Edhe pas më shumë se 3 vitesh nga asfaltimi rrugës Ajasëm Mark Lula në qytetin e Shkodrës, sistemi i ndriçimit elektrik jo vetëm që nuk është vënë asnjëherë në funksion, por tashmë është shkatëruar pothuajse tërësisht. Ky ishte një investim i Bashkisë së Shkodrës që synonte të garantonte siguri për qytetarët dhe qarkullim të lirë edhe gjatë orëve të natës. Megjithatë, ndonse u realizua, sistemi i ndriçimit nuk u aktivizua asnjëherë dhe sot është jashtë funksionit në të gjitha aspektet. Nuk janë dëmtuar vetëm ndriçuesit, shumë prej të cilëve janë vjedhur ose shkatëruar, por edhe shtyllat metalike, kabllët dhe elementet e tjerë të infrastrukturës elektrike kanë degraduar plotësisht. Një investim që për qytetarët kishte rëndësi shumë të madhe, sot është ndërruar në skrap. Rruga ndonse ndodhet në periferi të qytetit, është e qarkullueshme 24 orë pa ndërprerje. Për banorët e zonës, mungesa e ndriçimit është një burim i vazhdueshëm rreziku. Shumë prej tyre kanë kërkuar zgjidhje, kanë ngritur zërin, por institucionet vendore kanë qëndruar thjesht si spektator të një situate që kërkon ndërhyrje të menjëhershme. Pasuria publike është shkatruar, ndërkohë që askush nuk mban përgjegjësi për këtë investim të dështuar, i cili sot kërkon një buxhet tjetër për të rikthyer në funksion. Në një kohë kur qytetarët presin përmirësim të shërbimeve bazë, siç është edhe ndriçimi publik natën, ajo që ka ndodhur në këtë rrugë është më shumë se neglizhencë, është papërgjegjësi institucionale. Bashkia e Shkodrës ka detyrimin të ndërhyjë dhe të garantojë sa më parë rikthimin e ndriçimit në këtë rrugë të rëndësishme, e cila shërben për disa lagje të pjesës lindore të qytetit dhe në të njëjtën kohë edhe të pjesës së zonës turistike të Shkodrës.